إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzim kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamber mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta në vargun e zakonshëm që e mbajmë në ditët e hëna për ta shpjeguar dhe për të marë udhëzimet dhe edukimet nga libri Allahu subhanahu wa taala. Jemi në vazhdën e shpjegimit të ajeteve të surës Ali Imran, surja e cila i ka zbrit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 të hijretit, sura e cila në gjysmën e parë të ajeteve, nga kjo tërësi ajeteve, flet për debatin me ata të cilët kanë thënë se Isa alayhi salatu wassalam është djali i Zotit dhe zhvillon një debat shumë të detajshëm se Allahu subhanahu wa taala nuk ka djalë dhe se ai është i pastër nga çdo emet dhe se nuk i përket Zotit të Madh te bareke ve teala që të ketë diçka prej njollave të njerëzve. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala me disa prej mësimeve e nga ajeti 121, 60 ajete më andej Allahu subhanahu wa taala zbrat një varg ajetesh këto 60 për ta kritikuar gjendjen e muslimanëve në humbjen e luftës së Uhudit. Andaj marrëm disa prej ajeteve dhe u ndalëm tek ajeti 129 nga kjo sure. Nëse lexojmë me vëmendje vëllezër surën Ali Imran, do ta shohim se Allahu subhanahu wa taala udhëzon xhamatin e parë të muslimanëve në gabimet të cilat i kanë bërë në luftën e Uhudit dhe si rezultati i atyre gabimeve e kanë humbur luftën. Mirpo ne e gjejmë se në këtë 60 ajet Allahu subhanahu wa taala nuk flet vetëm për luftën, por flet edhe për mëkate të tjera, flet edhe për gabime të tjera. Dhe kjo i ka bërë shumë prej komentatorëve që të përpiqen ta gjejnë se cila është lidhja mes këtyre gabimeve dhe asaj e cila ka ndodhur në luftën e Uhudit, sepse në luftën e Uhudit ka pas disa prej gabimeve që janë përmend në këtë ajet. Andaj duhet që me vëmendje ta lexojmë librin e Allahut subhanahu wa taala duke u ndihmuar me komentet e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve për ta kuptuar librin e Zotit subhanahu wa taala. Nga se shpesh ndodh vezër që njeriu të dështon për një mëkat të cilin nuk ja ka bërë llogarit mirë. Ka mundësi njëri e bën një gjuna dhe nuk e zot të madhe atë punë. Mirë po te Allahu subhanahu wa taala është e madhe. Andaj Allahu xhelal në surën An-Nur kur e ka diskutuar se çështja e biftanit dhe shpifjes që është bërë Aishës radhiyallahu anha wa ardaha, te shumë për njerëzve ka mundësi ka kalu let ajo. Andaj Allahu xhelal thot në Kur'an: "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim." Ju ka mundësi me llogarit kur gjë heq atë punë, por te Allahu është e madhe. Andaj sa prej mëkateve besimtari mund t'i bën në jetën e kësaj bote, nuk ja ban llogarin se ka mundësi nxjerrin telashe më vonë, mirë po te Allahu subhanahu wa taala shkruan ato mëkate dhe i shkruan pasojat. Andaj edhe do ta gjejmë sot, apo nëse na mundson Allahu te bareke ve teala mandej, sot do të flasim për një temë tjetër. Do ta shohim se cila është lidhja në mes kamatës, çfarë lip ajeti kamatës në vargun e ajeteve ku Zoti e komenton luftën e Uhudit. Për shembull prit ajetin 121. Allahu e komenton luftën e Uhudit, kështu ka thënë Ibn Abbasi. 60 ajete ka komentuar luftën e Uhudit. Mirë po ne e gjejmë për shembull në ajetin 130 thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun." Thot Allahu subhanahu wa taala: "O ju të cilët keni besuar, mos e hani kamatën, e cila është fitim i shumë fisht pa hak, adha'afan mudha'afa, ku ju hani pare, grumbull të pareve, mirë po nuk janë hak i fituar me djerës të vërtet. Wattaqullah, tutjuni Allahu ndoshta do të shpëtoni." E ky ajet çfarë lidhje ka me luftën e Uhudit? Do ta shohim pastaj me lein Allahu te bareke ve teala. Analizën ne e kemi përmend gjithmonë, edhe do ta përmendim prapë. Ktu nuk është për qëllim vëllazër që ne të shtojmë informacione. Nëse ka mundësi surën Ali Imran ta komentojmë për një natë. Pita ajeti i parë dhe ajeti i fundit.
I zburthejmë si ajet çfarë ka për qëllim, mirë po kështu Allah nuk e ka zbrit librin e tij që të lexohet në këtë formë. Libri Allahu subhanahu wa taala ka për qëllim ta edukon një musliman. Qoftë edhe një sure të cilën ti e merr dhe e lexon me vëmendje, duke ia nxjerr kuptimet, duke udhëzu dhe duke u bë tërbije me atë ajet dhe me atë sure, është shumë më e dashur te Allahu subhanahu wa taala se ti me e ditë këtë Kur'anin dhe komentet e ajeteve, ndërkohë që ti nuk punon me ta, nuk jeton me ta. Andaj ne gjejmë se një numër i madh i sahabeve nuk e kanë ditë Kur'anin, mirë po kanë jetuar me çdo pjesë të kuptimeve të cilat i kanë pas. Sot do ndalemi me lejen Allahu subhanahu wa taala me një varg mësimesh të cilat i kanë nxjerr Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala, se si duhet besimtarit t'i kushton rëndësi kuptimeve dhe domethënieve të librit të Allahu subhanahu wa taala. Pra vëzëm, ne duhet ta lexojmë Kur'anin, duhet ta mësojmë Kur'anin. Mirë po, në krye të kësajna është ta kuptojnë ata. Në krye të kësajna është ta kuptojnë ata. Pra, më mirë është me një ajet mund dalë besimtari një mujdit edhe me mësue kuptimet e ajeteve, se sa me i dit një varg ajetesh, mirë po nuk punon me ato, nuk i kupton ato. Dhe do ta sjellim sot me lejen Allahu te bareke ve teala një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, apo i ka përmend 6 rregulla, 6 sebepe, 6 këndvështrime, pikpamje se si duhet besimtari t'i kushton rëndësi nxjerrjes së manave nga ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Ka një libër të shkruar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, e cila quhet Al-Qa'idatu Al-Murakushiyya. Al-Qa'idatu Al-Murakushiyya është e përmbledhur në fetvat e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah në vëllimin e 5 nga përmbledhjet e fetvave të tij. Pasi flet për rëndësinë e besimit në Kur'an dhe rëndësinë e besimit në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, thot sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam e mirnin Kur'anin për ta shtu ilmin edhe punën, pra edhe dije edhe punë. Sikur që ka thënë Abdurrahman as-Sulami, laqad haddathana alladhina kanu yaqra'una al-Qur'an. Na kanë treguar ata të cilët na e lexonin, yuqri'una al-Qur'an, na e lexonin neve Kur'anin. Sikur Uthman ibn Affani dhe Abdullah ibn Mas'udi dhe të tjerë prej sahabeve, se kur këta sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i mësonin prej pejgamberit alayhi salatu wassalam 10 ajete, lem yatajawazuha, nuk i kalonin ato derisa i mësonin ilmin edhe punën e atyre ajeteve. Pra çka thot Ebu Abdurrahman, ky tabiin ka qenë, ki ka mësuar te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affani edhe Ibn Mesudi i kanë thënë, ne kur e kemi pas gjallë Muhammedin alayhi salatu wassalam, i mësonim 10 ajete dhe nuk i kalonin ato deri ta kuptonin çka kanë këto ajete dhe çka kërkohet pi neve me punu me këto 10 ajete. Thot derisa i përsosnim kuptimet e këtyre ajeteve dhe punën me këto ajete. Pra sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam në medresën e Muhamedit alayhi salam i ka mësuar ajetet për t'i ditë kuptimet dhe për të jetuar me to, dhe për të punuar me to. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal-'ilma wal-'amala jami'an. Andaj ka thënë, ne mësuam edhe Kur'anin, edhe dijen e kuptimin dhe veprën, të trijat bashk. Kur'an, kuptim edhe vepër. Andaj pasjadi ka sjell një dëshmi. Thot, andaj e gjejmë Abdullah ibn Omerin, i cili llogaritet nga shtresa e sahabeve të ri. Se Omeri Omer Khattabi llogaritet prej plegjve të sahabeve, ndërkohë që djali i tij llogaritet prej njerëzve të ri. Thot, i cili në mësimin e surës Al-Baqara ka harxuar 8 vite. Abdullah ibn Omeri, dhe kjo transmetohet nga Omer ibn Khattabi, thot Abdullah ibn Omeri 8 vjetë ka mësuar surën Al-Baqara, ndërkohë që vëzë surja Al-Baqara mësohet shumë më pak se çkaç. Surja Al-Baqara me anuzorin e mëson për një ditë. Surja Al-Baqara i ka 49 faqe. Me anën e mëson varësisht nga inteligjenca dhe aftësia e memorisë që e ka njeriu. Mirë po, pse e ka mësuar për 8 vjet? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, wa innama, thot kjo nuk o bo
Po tjetër pos, për çfarë? Për ta kuptuar dhe për ta ditë çka konta. Innama dhalika li ajli al-fahmi wal-ma'rifa. Këta e ka bë Abdullah ibn Omeri, jo që ka çka ti duhet me mësu. 8 vjet njeriu nuk i shkon këtë Kur'anin me mësu. 8 vjet i shkon njeriu këtë Kur'anin me mësu. Mirë po 8 vjet e ka mësu surën Al-Baqara, nga se kuptimi i Kur'anit te ata është përparsor nga kuptimi nga nxënia e harfeve. Thot, dhe kjo njihet në 6 forma. Pse sahabët i kanë dhënë shumë rëndësi, pra shumë kanë harxhu vakt për me mësuni sure, ndërkohë që të tjerë të mësojnë shumë më shpejt. Është plot me njerëzve kanë keq kuptuar vëzë këto, dhe sigurisht që njihet te disa prej filozofave se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë kuptuar shumë zor. Ka kuptimi në kontran. Dhe kjo është prej akuzave të pandarshme që i bëhet shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E këtu Sheikhul Islam Taymiyah do ta bërë një varg arsyetime dhe shpjegime se si duhet besimtari ta sheh Kur'anin se kanë pa ata. Andaj thotë Sheikhul Islam Taymiyah se ata kanë qenë gjenerata më e ditshme në Kur'an. S'ka pas njerëz më inteligjent se ata. Mirë po kjo nuk ka të bëjë me memorien apo me kuptimin e dop, po ka të bëjë me disa prej qëllimeve të cilat do t'i përmend tani hoxha me lein Allahu te bareke ve teala. E para prej tyre thotë se Allahu subhanahu wa taala njerëzit i ka krijuar në atë natyrë që t'i japin rëndësi Kur'anit e Allahu subhanahu wa taala lafdhan wa ma'nan, edhe shprehjes edhe kuptimit. Pro natyrë shumë që njëri ka merak me ditë kuptimin. Njeriu Allahu që ashtu e ka fal që ta dije kuptimin. Dhe këtu vëzë do të vi pastaj se sot na jetojnë për shembull në kohën e inteligjencës artificiale. Por çka do kuft e vet chatin apo kallzon për çeta. Mirë po kjo vëzë, kjo nuk të bën inteligjent ti. Kjo nuk bën, kjo është njëra prej dallimeve se të shfrytëzosh inteligjencën artificiale, nuk çon te kuptimi i Kur'anit. E as nuk ta drejton fejen, po ti dush me kanë me inteligjencë natyrale, me e kuptu shëndosh ti me e kuptu, jo kjo me e kuptu. Andaj çka thotë Sheikhul Islam Taymiyah, Zoti e ka falë të njerëzit natyrshëm që kanë dëshirë me e kuptu Kur'anin me shprehje edhe me mana. Bile thotë interesimi i tyre për nxënjen e kuptimit është edhe më i fortë. Pra njeri ka më shumë interes çka po thot se sa çka ka thënë. Por cili është kuptimi se sa si e ka shpreh. Thot, andaj është e ditur edhe në shkencat e tjera se çdo njeri që studion një libër, qoftë në mjeksi, qoftë në matematik, qoftë në gramatik, qoftë në fiqh apo çfarë do qoftë prej shkencave, thot, ai do e mos ka dëshirë gjatë studimit të tij që ti percepton kuptimet e shkencës që ai po studion. A mund për shembull në dunjë më kanë për shembull njëri shkon studion diçka edhe interesojnë veç germat. Do të mundë më intereson çka thot. Mu më intereson germat. Jo. Baza e studimit tot çka ka thënë. Njeriu nuk mund të bëjë mjek nëse i mëson germat e mjekësisë. Po kur i kupton ato. Apo andaj thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, thot, e si bëhet me librin e Allahut, i cili është libër i zbritur nga ana e Zotit xhelle xhelalu, në përmbajtjen e tij është udhëzimi i Zotit xhelle xhelalu. Në përmbajtjen e tij është udhëzimi i Zotit xhelle xhelalu. Në përmbajtjen e tij, vini re, përmbajtjen e tij. Kur të zbërtash me anajën, është ndarja mes të vërtetës dhe të kotës. Dhe ti e gjen vëzhgë, kjo është një prej gabimeve të mëdha që bëjnë të njerëzit. Sa ai thot për shembull, unë kam lexuar Kur'anin, apo e lexoj Kur'anin, apo thonë kam bë hat me unë te hoxha dhe llogarit veten se ke ka kalu testin. Do ti pastaj e shes që i grad në jetës vet çu çdo jaj. As nuk e vet Allahun dhe pejgamberin sa çfarë do të më bë. Po kjo vëzhgë nuk është gabim shumë. Zoti nuk ka zbrit te na me lexu harfin. Harfi është pjesë e Kur'anit, ama qëllimi nuk është te harfi, qëllimi është te manaja. Thot Sheikhul Islam Taymiyah, në përmbajtjen e librit të Allahut është khajri edhe sherri. Qysh me ditë çka e khajri, çka e sherri? Në bazë të kuptimit. Çka thon njëri me lexu Kur'anin, edhe për shembull thot rakia halal, zinaja halal, kamata halal. Ku i ke lexu Kur'anin? Ti s'e ke lexuar realisht Kur'anin. E lexon Kur'anin, edhe për shembull nuk e fal namazin, nuk e jep zakatin, nuk e agjon Ramazanin, nuk e ban haxhin, nuk i ban detyrat që ka kërkuar Allahu xhelalu ala, a ka mundësi më arsyetu se e kam lexuar, ti s'e ke kuptuar. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, dhe në përmbajtjen e teksteve të Kur'anit dallohet udhëzimi me devijimin dhe rruga e mbar
me rrugën e prapt. Pra pa e kuptu, s'ka mundësi me nda këto gjëra. Andaj thot, është e njohur botërisht se dëshira e muslimanëve për kuptimin dhe perceptimin e domethënieve të librit të Allahut është dëshira më e madhe. Është dëshira më e madhe. Thot, kur e dëgjon njeriu një hadith nga një dietar, gjëja e parë çka i shkon dorën, cila çka ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nuk është teksti sa është çfarë ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, e si bëhet me librin e Allahut, me librin e Zotit subhanahu wa taala. Andaj thot se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe vini tek kësaj fjalie vëllazër. Por këtë çka kena me thënë, sillet rreth kësaj fjalie. Këtë çka kena me thënë tash, sillet rreth kësaj fjalie. Thot Sheikhul Islam Taymiyya, bel wa min al-ma'lumi أن الرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم بمعاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفا. Thot dihet, pra dihet se e din dietarët e din ata se të kanë mësue nga pejgamberi alayhis salam, se dëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimanëve t'ua përcjell dhe t'ua mëson kuptimet e Kur'anit ka qenë shumë më e madhe se sa dëshira e tij për t'i mësue harfët e Kur'anit. Pra vëzhgë me fjalë të tjera, pejgamberi sallallahu shumë më shumë ka pas qef dhe dëshirë që muslimanëve t'ia u kallëzojë çka ka dashur me thon Zoti, se sa çka ka thon Zoti. E vini re ka dallim. Vini re ka dallim. Pejgamberi alayhis salam shumë më shumë ka pas dëshirë t'u kallëzoj njerëzve çka ka dashur me thon Zoti, se sa çka ka thon. Nga se vini re sot, a ka dikush në dunia që nuk e din çka ka thon Zoti? Ja vetë çatim. Shloj aty thuj, hajt kallëzo ma çka jet. Me njëherë ta lexon. Me njëherë thuj surën Bakara ajetin 101. I thuj, shuj ban tefsir, ta ban tefsir. A i bie kjo që ke ka marrë vesh? Jo. Andaj pejgamberi selam shumë ka pas dëshirë, më shumë, ai ka pas dëshirë edhe Kur'an me përcjell, që ka pas obligim. Mirë, po dëshira e tij që ta përcjell kuptimin e Kur'anit ka qenë shumë më e madhe se sa me e përcjell vetëm harfin edhe shkronjat e Kur'anit. Kjo nga se, thot që i Sheikhul Taymiyya, nga se njohja e harfeve, pra veç me mësua për shembull Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin, kjo harfët, i lexon harfët. Thot, veç njohja e harfeve pa i njoft kuptimet e Kur'anit nuk realizohet qëllimi që ka dashur Zoti me thonë. Pra Zoti nuk e ka zbrit Kur'anin, lexoni ju, anim se më në vesh, nuk ka ashtu. Bana e sapti në libër kinezisht. Edhe në ta për shembull e nxajmë, se nëse e zbërthejmë, fitojmë shumë. Cili për njeri kështë me thonë, lexojve që ashtu veç harfin, jo përse nëse e kuptojna, përfitojna. Nëse se kupton, s'përfiton. Shembulli Allahut është më i lartë, Allah nuk e ka zbrit librën i 7 palqijeve, e ka autorizuar Jibrailin alayhis salam për me e çu Kur'anit e Muhamedit alayhis salam si libri i fundit. A mundet me kanë qëllimi lexone anim se si mirë në vesh? Jo, s'ka mundësi kështu. Nuk ka mundësi kështu lexo. Andaj ti e gjen për shembull shumë për njerëzve Kur'anin lexojnë vetëm në raste të vdekjes. Lexoj ato në Yasin se ka nevojë ki i dekti. Jo bëj nëse s'ka lexuar Kur'anin si van kur çdo do bëj aty. Ai nuk ka, ajo është për shembull është të gjallë me mor doni dinar. Ama aty ai ban dobi nëse ai vetë ka lexuar Kur'an, s'ka mësuar Kur'an, s'ka jetuar me Kur'an, çai ban dobi? Çka i ban dobi? Për këtë arsye vëllezër, që shka thë Sheikhul Islam Taymiyya, idhi lafdhu innama yuradu lil ma'na. Kjo nga se shprehja, pra struktura e tekstit, thot qëllimin e ka te manaja. Qëllimin e ka te manaja. Andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyni në librin e tij I'lamul Muwaqqi'in, thot dallimi mes hoxhës së plot edhe gjymës hoxhës, cili jo vini re, që lidhet me këtë temë. Dallimi mes dietarit plot edhe atij gjymës dietarit është se dietari i cili jo i plot, çka thot kur e thuti një llaf? Ka mundsi e thu gabim? Dietari i plot thot ka dalë. Nuk ka problem çka thave. Çka dashte me thon? Që kjo dietari i plot. Gjimsa çka thot? Gjims dietari çka thot? Çka thave? Ka për llafi. A dietari i plot çka thot? Nuk më intereson çka thave. Çka dashte me thon? Sepse ti mirësh llogarit çka dashte me thon, jo çka thave. Shiko për shembull hadithin e pejgamberit alayhis salam, ai njeriu i cili ka met midis shkretinës, e ka pas devën edhe bukën e ka pas aty me ujë, edhe i ka hub, edhe shtrinet për me dek.
Edhe në fund Allahu ja kthen devën bashkë me bukën edhe ujin. Ki kur qohet pi gjumit, atë prit dekën para mëna, atë prit dekën, s'ka midis shkëtinë kamet. Kur e shet devën me gjithë ujë dhe me bukë, e kap një lloj gëzimi shumë i madh, edhe s'disi me e shpërre. Edhe i ngrit dur ka Zoti i Madh subhanahu wa taala. Edhe pikëzimi të madh i ikin llafët gabim. Edhe çka thot? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. I ikin llafët pikëzimit. Thot o Allah, ti e robi jam, unë jam Zoti jot. I ik llafi pikëzimit. A keni pa njëri kur ka dënizim të madh, për shembull i hec bitcoini apo diçka e fiton nai fitim të madh, i hubën i dallashitën llafët këtë apo ose kur aty një parë nuk ka aty, apo ton. Ti fol diçka tamam vetë me krije çashtu, se nuk ka aty. Në çato momente s'ban me ka për llafi, sa koment diçka thot. Ti më thon ka thon pejgamberi sa më mund të thon, ju ikën atona, ju se jam ti një parë. Ky njeri pikëzimit të madh s'ka dash me thon çështu fjalien. Mirë po pejgamberi sa më çka ka thon? Ki gjunaj ka gabue nga gëzimi i madh. Ka dash me thonë të kundërtën. Ki pikëzimit ma ka dash me thonë, o Allah, ti e Zoti jem, unë jam robi jot. Por unë sa i varë, por jam qish ma ktheve devën. Ama që ka thonë? E ka thonë gabim. Andaj që ka thonë Sheikhul Islam Taymija rahimahullah, struktura e germave, ajo shtyllat që përbëhet fjalia për saj, nuk o qëllimi të germa, qëllimi të manaja. Qëllimi është të manaja, du të me ditë çka ke thonë. Andaj thotë Sheikhul Islam Taymija, kjo është kandi i parë, kjo është kuptimi i parë, sebepi i parë që na nxit neve me e dhënë në maksimumin çka ka dorë Zoti me na thonë neve në Kur'an. Dhe elhamdulillah vëllezër që e kemi një libër. Një libër. Allah një libër na ka zbrit për udhëzim. Dhe çka ti nuk i japim rëndësi. Një libër, një Kur'an. Një është me 114 sure. Këta e ki tani jetën me mësu, s'ki tjetër. Qëta është xheneti jot o qëtu, udhëzimi jot o qëtu. Gjithë mbarësitë e tua janë qëtu. Gjitha bekimet dhe gjërat e mira janë që këtë libër. Si ka mundësin të këtë la mës me i dhanë nënësi besimtari. Shikoj se sa e kalon njerëzit kohën këtë gjërat ndryshme, ndërsa më thon, apo lexojnë Kur'an pak, kiameti bëhet. I hip me njerëz se me nuk ka kohë njëri për Kur'an. Ka mundësi të kishë një film 2-3 sahat. Rrin TikTok ka 4-5 sahat. Rrin Facebook këti ban, apo rrin çajtore me sahat të tëra. Mi thon lexoje pak Kur'an, i vën ran. Dhe kjo tregon vëllezër se njeriu sa ka dashni për librin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kandi i parë. Kandi i dytë, thotë Sheikhul Islam Taymija, se Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore i ka nxit njerëzit që ta meditojnë Kur'anin. Jo ta lexojnë, ta meditojnë Kur'anin, ta kapin me logjikat e tyre domethënien e Kur'anit dhe ta ndjekin ata. Ta ndjekin ata. Nuk mundet mu paramendu vëzër, vini dhe kësaj, s'mundet mu paramenu se një njeri i shkon mas Kur'anit se mërvesh. Së është e mundshme ajo. Nuk është e mundshme. Apo, pa tjetër e ki me e kuptu, qa më dhët, a mund është i mu fal, edhe mos me mujt me thanë, po unë shumë pe marrë dhe shka i bje me mor të këbir. A mund është mu fal? Jo. Por shemull, a ka dalim vëzër, mi ngrit dur dhe të vesh, mi ngrit kote kote mi ngrit, edhe mi ngrit për të këbir. A mund ti me ndodhë dhe një hartu nejtë me ngrit dur qështu, po. Njërë mi thotë, more për të këbir. Po jo sa të këbir kjo? Se të këbir jam e një jetë. Qka e dalon me zgritjes durve qështu? Por qef, edhe ngritve durve të namaz. Allahu Ekber. Qish i thu dikujnë ati? Cela dalon? Qka dalon mula për qef? Mbanjo edhe me mor gusull. Qka dalon? Manaja. Ti tu ka dalë se tash u lajta për qef. A parzit, qetërën lame, mora gusull. E qka dalon? Tushi njësoj, uji njësoj, e lamja njësoj. Po ma thu të gusli e kam bon një jetë me largu gjunu blokin. A? Mana. Edhe kjo, nëse ti ngri dur të qëtu, veç për qef, me krujt veshin, apo, kjo qka, kur far hukmi s'ka. Ama nëse ngri dur për me i namaz, Allahu Ekber, e pruni mana. Që kjo mana e basit e ki murvesh dhe i tu fal. Do që është ka do Sheikhul Islam Taymija rahimahullah, sa shumë ajete Allahu na kanë zit që ta mësojmë me meditim Kur'anin, ta logjikojmë ata dhe ta ndjekim ata. Në ajete të shumta. Në surën Sad, thotë Allahu subhanahu wa taala, ayet 29, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Thotë Allahu subhanahu wa taala, libër të cilin ne kemi zbritur te ty o Muhammed alayhi salatu wassalam, mubarakun është i bereqetshëm, liyadabbaru ayatihi, që njerëzit ta meditojnë ata. Ta meditojnë, jo vetëm lexojnë, ta meditojnë ata. Gjithashtu në surën Muhammed,
Thot Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin 24: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk e meditojnë mirë njerëzit Kur'anin apo i kanë zemrat me dry? Pra njeri që ka se mediton Kur'anin e ka zemrën me dry. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin 68 në surën Al-Mu'minun: "Afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk e meditojnë fjalën e Kur'anit? Asnalët djeri me thonë, që këtë Kur'an, kush e ka zbrit? Qëto fjalë, kush i ka thonë që ka smloja? Pse që ki liber është i Zotit e që kini tjetër jo? Qa dalon dhe zërë që ki? Që qëto, të dhja qa dalon që ki me qëta? Kja autor njeri, ta e ka shujt kryesa. Kjo liber ka zbrit për Allah për me i dalue, apo, me adhon diku që ka se di me thonë, qëto di libra janë? A janë, a i shka e di kuptim që thotë, jo, kjo a mushaf, kjo a Kur'an, kjo sa? Qa dalon? Këta njeri ka shkrujt. Këta jo, nuk kja e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Qyshe dalojmë? Thotë Allahu gjellë gjellalu: "Afalam yadabbaru al-qawl." Asnale me menu se që kja libri Allahu? Asnale me menu? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet tjetër në surën Nisa, thotë Allahu gjellë gjellalu: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran." Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk e meditojnë Kur'anin, sepse sikur të kishte qenë ki Kur'an jo i Allahut, do të kishin gjetë në ta polemika, kundërthënje të shumta. Kur ka shumë fjalë, mundësia edhe për me kanë kundërthënje shumë. Apo, andë ti i gjenë për shumë njerëzit. Një lafe ka thonë para 20 vjetëve, sot e thotë kundërtën e asajna. So njeri, është njeri, andë dhe Sheikhul Islam Taymi rahimahullah, se njerit nuk i ndahet kontradikta. So është njeri e psharak, është qenje me ego. Por shemull deri dje e ka thonë një fjalë, por shemull ju ka përshtat me e thonë. Mas nesër nuk i përshtatët, e ndronë. So qenje e psharake, i ka ndru interese dhe i ka ndru e fjala. Allahu gjë nuk është ashtu. Qata që ka të thonë një surë, ta thotë tjetërë. A mundet me thonë për shemull, në që këtë surë e këna bo haram zinajën, ama në ka surja e 7 gjë e ndrojna. Jo, zinaj e zina haram gjithmonë. Namazi jetë namaz gjithmonë, se është i zbritëm për një qenje, për janës Allahu subhanahu wa ta'ala. Vine re qëfar konkludime bon Sheikhul Islam Taymi rahimahullah në sebepin e dytë. Thot, nëse Allahu gjelle gjelalu i ka thirur pabesimtarët dhe munafikat që ta lexojnë Kur'anin me meditim dhe me përsijatje, që ta kuptojnë se kjo libri Allahut, argumenton qëfar argumenton që kjo? Kur Zoti i thot qafirit, lexoje mirë, ta shifër se api Allahit, që është pi Zotit një. Thot Sheikhul Islam Taymi, Allahu nuk i thot qafirit lexoje vetëm se është e mundshme për të kuptu. E nëse thot Sheikhul Islam Taymi, nëse është e mundshme ta kupton qafiri, çfarë bëhet fjalë për besimtarin? A mundet me kuptu as mundet? Mundet me kuptu. Veç duhet besimtarin mi dhanë rëndësi. A mundet dhe pin qajtore me mordë vesh? Jo. A mundet ti pa unal me tefsir, pa unal me Kur'an, pa unal në ligjerat, a mundet me rvesh ka në Kur'an? A di shka në fatkeci jo dhe zër? Se ndoshta me shku në plët qajtoret muslimaneve, pa ma kje për Kur'an i e bëzor. Feja thot qishto, Kur'an i thot qishto. Ka e morë vesh o burë, ka e morë vesh. Njëzit ka 20 vjetë, 30 vjetë studiojnë, edhe me nëzi se e kupton. Ti ka e morë vesh, ka e kuptove. Mirë po kjo është dalimi mes lojës me fe edhe societetit me fe. Dikush lunë dhe zër. A i ka are ka, apo e ka përsen natën, e më sanena e le krejt. A është e njofshme dhe zër. Sepse a i qka e ka serios, edhe a i qka e ka e gare, që ka thoni Muhamedi? Që ka thoni Muhamedi? Ka thoni shof në më fund. E shojnë njerëzit në fund. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala, thot kjo argumenton se kuptimet e Kur'anit kanë qenë të njohura për ta. Për në kohën e sahabeve e kanë ditë çka thot Kur'ani, e kanë ditë edhe munafikat, edhe qafirat, se prej kuptimit se kanë morë vesh, se kanë pranue. Pra, prej asaj që kanë morë vesh kanë thonë jo. Andaj Abu Jehli ka thonë, a di shka i bje la ilaha illallah, as një put mësë më adhuru më, edhe na mësë me metë më me putat e tonë dhe me zotat e tonë. Dërko që plot për njëzë sot në zërë, nuk e kuptojnë se fjala la ilaha illallah e rëgjon gjdo hinitet, gjdo idhull, gjdo kanë qka adhurot përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është e dyta. E treta, thot Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala, thot Allahu gjela në surën Jusuf, ajeti dytë, inna enzelnahu Kur'anan arabijan la'allakum ta'qilun. Ne kemi zbritur këtë Kur'an në gjuhën arabe, në mënyrë që ta logjikoni, ta perceptoni.
Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala surën Az-Zukhruf ajeti 3, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne kemi zbër këtë Kur'an në gjuhën arabe në mënyrë që ju ta kuptoni. Thot Sheikhul Islam Taymija, Allahu e ka zbrit Kur'anin në gjuhën arabe që atyre të cilët ju ka zbrit Kur'ani ta kuptojnë ata. Thot ndërsa kuptimi dhe logjika nuk ka mundësi pos nëse i nxjihet manaja. Nuk mundesh ti me thonë që ta e perceptova, e kuptova, veç ajo ka mana. Andaj duhet ta kërkosh domethënien e Kur'anit, pastaj duhet e perceptova. Ta kish një pasqyrë çka i bie kjo fjalë, e pastaj edhe ta logjikosh ata, edhe ta mendosh ata. Mu për këtë arsye, e nëse thot dikush, na nuk jena arab, Kur'ani ka zbrit arab, qase Kur'ani vëzër ka zbrit për këtë njerëzimin. Kur'ani ka zbrit për këtë njerëzimin. Niku ka dërguar Allahu gjëra çdo fisit me çdo gjuhë Kur'an. Shpallje. Qase ajo është edhe jashtë urtësisë, por është edhe çfarë? E zbret seriozitetin e shpalljes Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu jo për ta njësuar, për ta bën ndërkombëtare librin e Zotit xhel xhelalu, për ta bë Islamin ndërkombëtarisht. Çfarë ka bë? E ka bë me një gjuhë. Me pejgamberin më të mirë, me gjuhën më të gjanë dhe më të mirë, me çfarë? Në vendin më të mirë, Mekke, dhe e ka bërë çfarë? Me kuptimet më të gjana që ka mundësi një gjuhë mi përfshije. Andaj ti e gjenë vëllezër për shembull, merr cilin dush për kthim me përshtatje të Kur'anit, ki me gjetë se si cili çka ta përkthen një ajet, çfarë thot? Paraforësisht çështu i bie. Për çfarë arsye? Sepse ajo çka ka zbrit në bazë është shumë më e gjanë se sa ajo çka ta ka ofruar tyje në përkthim. Andaj ti e gjen në çdo përkthim me komentim, përkthim me përshtatje, sepse është vetëm përshtatje, parafrim, nuk është ajo çka në gen për genme apo me ana për mana e ka thënë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. E çfarë na bën neve vëllezër, si jo arab, që të merremi me këta? Çfarë na bën? E para është libri i Zotit. E dyta është i mundshëm kuptimi i tij. Nëse nalesh me zbërthi elhamdulillahi rabbil alamin, me nale marrësh. A e kupton ti telefonin ndërkohë që e ki anglisht? Pse s'po thot dunjaja sot për shembull, pse e kanë bokit, e kanë anglizuar gjithçka, komiteri anglisht. Gjithçka funksionon anglisht dhe kurkush nuk ankohet. Apo, a unë më anko për shembull pse barnatorët ose mjekët i shkruajnë barnat latinisht? Jo, më rëndësi është ilaçi, më rëndësi është mjekimi, më rëndësi është unë çorona. E nuk është më rëndësi se ç'i shkruan aty. Për këtë arsye vëllazër, shumë gjëra kanë ndërkombëtarisht janë me një gjuhë. Kurkush nuk revoltohet kundër tyre. Apo, a dhe ti e gjen plot prej popujve të varfër se si ankohen nga gjuha arabe. Pse ka bë arabisht, apo? Sigurisht dhe na shqiptar. Pse Allah ishte ka thunëve në Kur'an shqip, apo? Ose në pejgamber shqip. Po cili me ta zgjidh? Cili? Hajde ka. Për kanë të tamam me ja që mund të më kon pejgamber. Hasha wa kalla. Allahu ja ka bë vull në pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se ka pas cilësit më të përsosura të njeriu. Por këtë arsye vëllezër nuk është çështje hajgare kjo puna, pse se kanë bërë gjuhën tonë, se kjo punë hiniteti, çështu Zoti ka vendosur. Kështu kjo është vendimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj ka bërë në gjuhën arabe për disa prej arsyeve, kemi folur për këtë meselë që të jetë ndërkombëtarisht. Andaj për shembull ti e gjen kudo që të shkosh, e ki për shembull këtë suretin më të mirë në hax, vin nga këtë gjithë bota dhe ti e sheh një thirrje. E sheh si shqiptarin, pianismi pitonëve, amerikan, turqeli, apo kinez, rus, europian me këtë ato nacionalitetet që i kanë ndërmjet me vetë, këtë bota isha në haç, çka thonë? Lebejk Allahumma lebejk. A mundesh me mësu po lebejk Allahumma lebejk. A kanë thonë unë s'di valla, e mëson. Këti kur lidhet imami, këtë e din se kanë në Fatiha, sa të lidhur alhamdulillahi rabbil alamin. A mund ta paramendosh vëllazër, ti shkon për shembull sicili me gjuhën e vet. Çish mu lidhën mos atina? Ku i disha do thon? Dërkohë që Allah e ka bën ja, ku do të shkosh? Një ezana, Allahu akbar, ku do të shkosh? Si tani ish Allahu akbar, thotë çtu musliman kanë. Edhe kinezi e marrësh, s'di çu kur jo. Thotë që e musliman, paska musliman. Por këtë arsye vëllazër, është absurditet të kërkosh diçka e cila zbrat për këtë njerëzimin me laramanin e gjuhëve që ketëm ju zbin gjuhët e tëre. Është e pamundur ajo. Është e pamundur në kudretin njerëzor, jo në kudretin hinor. E në kudretin hinor ka qenë urtësi që zbretën në gjuhën e arabëve. E katërta thotë Sheikhul Islam Taymija rahimahullahu taala, se prej gjërave që duhet besimtarin ta nxisin në
kërkimin e kuptimeve të fjalëve të Allahu subhanahu wa taala, cila është se Allahu xhelle xhelalu në një varg ajetësh e ka nënçmuar atë njeri i cili nuk e kupton Kur'anin. Tani e patëm lavdatën, mundësien se mundet mu kuptu, se është i kapshëm. Tani në nëshmim Allah e ka kritiku ashpër atë qka se mërveç Kur'anin. E ka kuptu, e ka kritiku. Sot vëzër mund të bëjmë një paralele, një shembull për shembull. Sot njerëzit vëzër e nxojnë njërin shembull shumë mastot nëse si në Facebook. Që shme të tamë, Facebook s'di me i ja, Facebook s'di me i. E llogaritë të madhe, s'di me përdor telefona. Unë ma lesë me përdor të s'ka. Apo e kanë bo gati mo t'i kuptësh këtë gjërat, apo. Për çfarë? Se është bo ndërkombëtare. Krejt popujt e përdorin, krejt njerëzit, me tri, me pleq, këtë e përdorin. Vëzër, para me ndo të kesh qenë i përdorushëm, po kjo për shkak mos dëshirës të njerëzit, të kesh qenë kështu i përdorushëm e Kur'ani. Kështu i përdorushëm. Sikur që është surja Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, deri ghayril maghdubi alejhim wad-dallin, amin. Këtë me fëmijët no këtë e din. Pse? Që ndërkombëtare. Edhe kuptimet do të më kanë kështu vëzër. Do të besimtari me kuptu. Dëgjoni çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Isra. Thot Allahu jalla jalalu: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Thot Allahu subhanahu wa taala: "Kur ti e lexon Kur'anin o Muhammed, dhe shikove se çfarë cilësie ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej se u bë pejgamber Muhammed alayhi salatu wasalam, cilësinë më të pandashme të ibadetit ti, cilën e ka pas leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit. Dhe pak para se me vdek Muhammed alayhi salatu wasalam, 2 herë ja ka lexuar Kur'anin Jibril alayhi salam. Tankon është morë me Kur'an. Ndërkohë që musliman do vëzër sa pak mirë me Kur'an. Dhe të na diçka llogaritë më morë me Kur'an. Me nxjerr në status Facebook. Apo? Po kjo vëzër, që kjo chatit ka kallëzu se mo me postimit tan në Facebook. Edhe chatit kur fardobie s'ka, kur fardallimi s'ka. O ty që i thua, posto mas këta jetë, pa poston. Hazër, hiç ki nevoj. Bili thu, posto mas këta jetë edhe vizatoma. Posto mas këta jetë edhe nxerma xhamiën për mas. Këtë ta ban hazër. Çka i bie kjo vëzër? Kjo si bie që zemra jote të ndjej ata? Jo, zemra jote të jetu me ata? Jo. Andaj, besimtari vëzër duhet me jetu me Kur'an. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ti o Muhammed kur e lexon Kur'anin, mes teje dhe atyre që se besojnë ahiretin, ne e vnojmë një perde." Ne e vnojmë një perde. "Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu." Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Dhe ne i vendosim do pengesa që ata të cilët nuk e besojnë ahiretin, zemrat e tyre mos ta kuptojnë Kur'anin." Që i bie çfarë? Kuptimi i Kur'anit o begati e Zotit, me dash Zotit ta jep e do të sta jep. Allah na mëson që ta kuptojmë Kur'anin, të jetojmë me ta dojmë Kur'anin. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa fi adhanihim waqra." Edhe në veshët e tyre na vendosna pengesa. Apo thot Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nisa ayeti 78: "Fama li haula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Thot Allahu xhel xelalu për ata që nuk e kanë kuptuar shpallin e Zotit xhel xelalu, ka thënë, çka është puna këtyre njerëzve, gati asnjë sen nuk e kuptojnë. Gati asnjë sen nuk e kupton. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah: "Falau kana al-mu'minun la yafqahunahu aydan lakanu musharikin lil-kuffar wal-munafiqin fima dhammahum Allahu ta'ala bih." Dëgjoni këtë fjalë. Thot, sikur besimtarët mos ta kuptonin domethënien e Kur'anit, do të ishin barabar pjesëmarrës si qafirat dhe munafikat të cilat Allahu i ka nënshmuar Kur'an se nuk e kuptojnë Kur'anin. Që i bie se muslimanët e kuptojnë Kur'anin. Kur themi vëzër muslimanët e kuptojnë Kur'anin, mos të shkojmë një të vetja. Ti e di mira e kupton as e kupton. Po këtu e ka për qëllim tërësia e muslimanëve, sahabët, tabiinë, kështu me radhë deri tek neve sot çka e përcjellin prej njerëzve të cilët e dinë Kur'anin dhe kuptimin e tij. Jo për tërësinë e sicalit njeri. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Zoti dhe në ajete të tjera e ka kritiku ashpër njerëzit të cilët nuk e kuptojnë fjalën e Allahut te bareke ve teala. E pesta. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajete të ndryshme e ka nënçmuar atë njeri i cili nga leximi i Kur'anit nuk merr pos dëgjimin e zërit. Pos dëgjimin e zërit, duke mos e kuptuar domethënien dhe ndjekjen e tij. Dhe këtu pasi që jemi vëzët të Kur'ani, një shkoqitje shpejt,
kjo vlen edhe për ata të cilët njerëzit sot e quajnë sunnet. Ja, sunnet. Apo ndjekja e selefit, të parëve të muslimanëve. Kjo vëzër nuk shikon njerëzit si pas sunnetit. Ç'a i be kjo? Po, a ka musliman që se do sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam? A ka musliman, a mundu paramenu musliman vëzër, që mi thonë që këta e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai mos më dasht. Musliman s'mund paramendu vëzër. Sepse veç një sen që ti beson se ai e ka thonë dhe ti se beson, ti del pi feje. Me zbatua që tërshka, jo mundësi tjetër. Dikush mund të zbatu ma shumë e dikush ma pak. Ama s'ka musliman ftir tokës, edhe ma i dopti musliman, por shembull mi thonë pejgamberi alayhi salam çështu ka thonë. Ai thot, e besoj, mos i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë vëzër, kur themi na sunneti, kur themi si pas selefit parë të muslimanëve, kjo i bë çështu mi mshelësit dhe me shku. Jo, ka dalë çelësit. Ata selefi kush janë njerëz vëzër. Do të mi kuptu çka kanë thonë ato. Nuk o ti vesh me citua ti. Ka thonë ki imami. Ti që të mordash kur gjo. Për çka janë shquar vëzër 4 imamat? Për çka? Për çka këtë dunjaja e njohin Ebu Hanifën, e njohin Malikun, e njohin Shafiin, e njohin Ahmedin. A di sa ulema tjerë ka pas? Ama çto 4 pse njihen? Pse njihen çto 4 vëzër? Sepse këta e kanë zbërthi manajën e Kuranit, që shtu i be me zbatue. Ta ka pru mo ti veç ka fshat me hangër. Apo mu për këtë arsye vëzër, nuk ka njeri me u kap për adresa Kur'an, sunnet, selef. Apo o dush me kuptu ato. Sa njerin qatë selef e ka këtë kuptue. Sa njeri me qatë sunnet i përçan njerëzit. Dërko që thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah, sunnetit mi bashku njerëz që dhe mi përçahe. Për këtë arsye nëse se kupton, kimi përçan. A nëse e kupton, nuk i përçan. A nuk është për qëllim ti vetëm me pru germa këtu, veç me pru lafe. Ka thonë Hasan al-Basriu, ka thonë Sufjan al-Thauri, ka thonë Qattani. Ti mund është sa a pat kthejmë vëzë, sot mundesh me vetë qatin. Bjerë mi 10 fjalit selefit. Thot, ja këtu. A e ke pas a kanë që më të folë. Ju faliminderit shumë pyetje serioze, shumë pyetje e mirë. Apo, të folë kompjuteri. Por kjo nuk ban vëzër me kuptue. Andaj shiko, thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah, Allahu e ka nënçmuar në Kur'an ata të cilët nga dëgjimi i Kur'anit vetë zanin e ngin. Vetë zanin, s'kupton kur gjo. Nuk e kupton thelbin e germave, duke mos e zbërthyer me anan dhe ndjekin e saj. Shiko për shembull Allahu subhanahu wa taala ka thënë në surën Al-Baqara, ajetin 171. Wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Thot Allahu subhanahu wa taala, shembulli atyre të cilët s'kan besuar është sikur shembulli atij i cili bërtet prej larg dhe nuk dëgjon pos një thirrje dhe një zon. Shembulli kësaj shqipi, ka ardhur Kur'ani, edhe njëri s'ka besuar. Çish i duket këtij Kur'ani që ti s'ka besu, si një njeri prej larg nuk e din çka ato thon, veç e din që ato bërtit. Edhe ti i thu, çka po thot? Ato bërtit vetë çati njëri. Çështu e shohin plot për njerëz në Kur'anin dhe zot. Apo thot janë du bërtit çati diçka. E sepse nuk e kupton. Apo sikur që plot për njerëz thonë, apo na lodhën këto xhallar veç bërtasin. Apo ama ato këngëtarëve nuk i thon për bërtasin. A do kjo të knaçka. Apo sepse kur e ka një lezet, kur e ka një shije, thot kjo po të kënaq. A kur nuk i përshtatet libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhis salam, çfarë thot? Thot veç bërtasin këto. Ezani thot veç zhurmë bajnë. Nuk ka zhurmë vëzhgë, ajo është thirrje e Zotit hinore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ama i pengon se thuhet Allahu Akbar. Me kënu dikush aty thot, tre natës s'ka lidhje me të kënoje. Ama kur është ezan thot, a jeni me men katër sabah me i tranu fëmit. Fëmit sa herë veç feja kur vjen i pengon, apo? I tranu fëmit. A darsmën, pse na pengon neve kët kujshive, sa problem. Ani kujshia darsëm, ko hajt leje se gjuna. A kur thirrë ezani thot, a kanë be këto xhallara, a kanë vesh, ajo na i tranu fëmit. Çish tranon këto fëmijë sa herë me fe? Shkojnë i bojnë lloj feste me të cilë i çmendin fëmit, nuk ka problem, ato nuk janë aty për momentin fëmijë. Kur të vjen te feja thot, ma ka dale pak se fëmit na i tranot. Për këtë arsye ti e sheh vëllazër, sa ata që e urrejnë dhe nuk e besojnë, gjithmonë ju shkakton probleme. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Të shurdhër me mec, të verbër, s'kan men. La yaqilun, s'kan men. Me çka i kanë nënçmu? Vetë zanin e nin. Sa njëri veç bi Kur'an vetë zanin e nin. Çfarë po thot Allah? Nuk e di çfarë po thot. Mirë mos vëllazër. A përmendëm në gjëratën e kaluar. Ibn Jarir al-Tabari
Ka thonë në çuditna me një njeri i cili e lexon Kur'anin, çish janë në lezetin se marrësh. Allah na bofi atë që e lexojnë Kur'anin shumë edhe e kuptojnë ata vëllazër. A dhe Sheikhul Islam ibn Taymiyah, dëgjoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala në surën Al-Furqan, ajeti 44. Em tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Thot Allahu subhanahu wa taala, a mendon ti se shumica e njerëzve dëgjojnë apo kuptojnë, logjikojnë? Ata nuk janë tjetër pos sikur kafshët, madje edhe më të devijuar. Këtu vëxhër sikur kafshë, çka e ka për qëllim? Çka e ka për qëllim? E ka për qëllim alegorin, shembullin. Cili është dallimi vëllazër, se nuk e ka këtu për qëllim atë nënçmimin bukfal që mund ta kupton dikush. Po e ka për qëllim një cilësi prej cilësive të tmetave që i ka kafsha. Nëse i shkon një kafshës me libër, edhe i thon ngo këtu. Apo, se kam të lexuar sot çdo libër. Me të pa dikush ka thot, a ime me mene, a lopës i ti fola. Apo, me të pa një njeri për shembull ti ligjeru një qenit. Mi thon ngo këtu se kam të lexu, nuk ban me le, nuk ban me bë kështu. Çka thot? Oti nuk marr vesh kjo kaf kjo. Me ligjeru për shembull ndaj magarit. I ligjeron komarit, mos ball, e mos ban gjumë se nuk ban kështu, apo. Çka thot dikush? O, s'merr vesh kjo. E tani, a kuptoj çta? Allahu që thot, e ai njeri që s'merr vesh si kush, ha? Ti është një njeri thuk, çfarë që ka thënë Allah, çfarë që ka thënë pejgamberi sallam, nuk ka kjo lejuar, nuk është kjo, këta e ki fark, këta e ki kështu i flet për ve, edhe ai, ha, barabas si gjithëri. Çfarë tha? Allah thot inhum illa kal an'am. Ai folet i një kafshës. A mund me thon kafsha, faleminderit shumë për këtë ligjërat mirë që kanë Allahve, se për një me kena pas na nevojë për shembull bota e hayvanëve për një kësi ligjërate. A mund me thon, s'mund me thon. E pse njeri se thot këta vëllezër? Pse njeri me thon, me ngur, andaj e dëgjojnë Kur'anin, e dëgjojnë fjalën e Zotit xhelle xhelalu, edhe pastaj prap kthehen sikur mos pas bë kur gjë. Dhe përmendu vëllezër se njëra prej krizave më të mëdha sot muslimanëve cila se nuk na utonajlan shenjë Kur'ani. Nuk na to elanshin, s'na e leshin hadithi pejgamberit alayhis salam. Kush për neve nuk e di se dy reqate sabajt sunnet janë më të mira se dunjaja që kanë ta? Cili se kanë i vëzë këtë hadith? Cili se kanë i? Krejt e kanë i? Po mes dëgjimit dhe zbatimit o, këtë diçka tjetër vëzë. Cili për neve nuk e din se disa prej harame janë harame të rapta në Kur'an? Por prapë se prapë vazhdojmë me i shku qejve tonave. Pas Allahu na fal të gjithëve ya rabbal alamin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala sura Muhammad, wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladhina utul ilma madha qala anifan. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot ka prej tyre në sura Muhammad ajeti 16. Ka prej tyre, kanë dhënë komentatorët prej munafikave, të cilët dëgjojnë tyje o Muhammed alayhi salatu wassalam, kur dalin prej shtëpisë tënde, ju thojnë atyre të cilët kanë ilm. Madha qala anifan. Çka po thot me kë? Shikoj se kur ta bllokon Allahu xhelola kuptimin, të çka po thot kë? Nuk kupton. Andaj kuptimi është begati e Zot, dush me lut Allah. O Zot, më mundso me kuptue. O Zot, më mundso ta shoh të vërtetën çashtu që shoh. Shikoj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çka ka bëu dua për djalin e Agjestina ibn Abbasit, Abdullah ibn Abbasit. Allahumma faqihhu. O Allah, jepi kuptim. Mundsoja ta kuptoje librin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu jalla jalalu, ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Këta njerëz janë që Allahu i ka vullos zemrat e tyre. I ka vullos edhe ai ma nuk kupton. Thot Sheikhul Islam ibn Taymiyah, kush janë këta njerëz? Janë këta njerëz të cilët vinë rëvëzë. E dëgjonin zanin e pejgamberit alayhi salatu wassalam e nuk e kuptonin fjalën e tij. E vinë rëdhënja. Thot Sheikhul Islam ibn Taymiyah, ata janë të cilët prej munafikave në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam e dëgjonin zanin, ha? Para më ka dëgju zanin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa lam yafhamu, se kanë diçka po thot. Se andaj vetë është begati e madhe që ne as nuk e kemi pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, as nuk e kemi ni zanin, por i besojmë atij. Allah na shtoft këtë besim. Dhe na takoft me ta në xhenetin e Zotit xhelle xhelalu. A di çfarë begati o vëllezër është që ti as e ke pa. Nuk e di ç'është duket ai. Alayhi salatu wassalam. Azani sa kinie, as dorën sa ke prek. As e ke pa fizikun e tij. Por Allahu ta ka mundsuar me thon eshhedu anna Muhammedar Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi i dërguari i Allahut. Ai e ka pa, aty e ka pa, çaty, ja kanë zanin. Më të mirët njerën në dunja. Ja ka prek dorën më të mirët njerën në dunja,
Allah e thot, ama na kena vendos mos mja qilë zemrën. Taba Allahu ala kulubim, ja kam qilë zemrën. A ti farë begatiu dhe zërë është? Ti me sot mas 1500 vjetë dhe thu, dëshmoj se Muhammed sa më është dërguari Allah. Kjo Zoti ka dashur ashtu edhe se të kish bë kafir. Andaj thuri alhamdulillah atë ditë o Allah që ma ki mundsu mi besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duhet vëzër sa më shumë me përhap të njerëzit që t'i besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë kemi thënë vëzër, mos ta bëjmë fetarinë tonë problem për me pranu njerëzit fejen tonë. Mos e ban problem fetarinë tonë. Qysh ti e kupton fejen, qysh ti e keq interpreton fejen, qysh ti me karakterin tanë e nxin fejen, kujdes mos ja nxin dikujna mundësien për me im fe. Ma, se kjo përgjithësi e madhe përpara Zotit, nesër ditën e Kiametit dikush më na thon, o Allah, feja jote takon shumë e mirë. Kur i shifsha çeto, o këto të tutshin, të ta nxishin fejen. Që shtot Ibn Qayyim al-Juzeyy, Allah i ka më ndalu çdo njeri ditën e Kiametit, edhe ka më thon, pse ma ki nxin fejen? Pse ma ki nxin fejen? Fejen tëne më të mirë, Islamin më të madh, fejen vetëm të pranuar. Pse ti me karakterin tënd e ke bën që njerëz më gordit pi fejes? Wallahi njëri pi neve, më ja gordit shtëpinë dikujt na ka me çojna vesh. Pse vetë ke fol për shtëpinë atina keç? Pse më ja ke nxin shtëpinë atina? Po para më vëzon na me nxin fejen e Zotit xhelel xhelalu. Që njerëzit nuk shpëtojnë vetëm se me një Islam. Para më na më kon sebeb me karakteret tona, me sjelljet tona, me padurimet e tona, dikush më thon, vallahi na shtaf kjo feja e mirë, po kur bëj shoh që ta boll po më gorditet. A mund të para mund çfarë përgjithësie kena për Zotin xhelle xhelalu. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa qalu madha qala anifan ay sa'a wa hadha kalamu man lam yafqah qawluhu ta'ala fa qala ta'ala. Thot andaj këta janë fjalët e munafikave të cilat e kanë dëgjuar fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po nuk e kanë kuptuar. Andaj thot, kushdo që i bën besimtarët e parë prej muhaxhirëve dhe ensarve dhe tabiinëve se ata nuk i kanë ditë kuptimet e Kur'anit, ai në realitet është duke i krahasuar dhe duke i vendosur muslimanët e parë në vendin e qafirave dhe munafikave, të cilët Allah i ka nënçmuar. Kjo ka për qëllim se sahabët, tabiinët dhe tabiinët e kanë kuptuar Kur'anin dhe ata ne kanë përcjell edhe harfët edhe kuptimet. E gjashta, me të cilën e mbyll këtë kapitull Sheikhul Islam Taymiyyah, se Kur'ani duhet me amor kuptimet dhe domethënie thotë se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe radhiyallahu anhum thot ja kanë komentuar fesseru lit tabi'in al-Quran. Sahabët ja kanë komentuar tabi'inëve Kur'anin. Thot sikur që ka thënë Mujahid ibn Jabr, nxënësi ibn Abbasit, thot aradtul mushaf ala ibn Abbas min awwalihi wa ila akhirih aqifu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Nxënësi ibn Abbasit dhe vjen këtë zinxhir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbasi, Mujahidi. Pejgamberi alayhi salam e ka marr Kur'anin prej Jibrailit. Jibraili prej Allahu subhanahu wa taala. Tani vëzë, Allah e ka zbrit Jibrailit. Jibraili ja ka komunikuar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salam ja ka komunikuar sahabeve. Në këtë rast e kemi Ibn Abbasin. Ibn Abbasi ka komentuar Mujahidit. E tani Ibn Zemia këtu do mundal. Aja ka komentu veç harfin edhe manajën, kuptimin. Andaj thot, Mujahidi thot, ja kam nxjerr mushafin Ibn Abbasit pin fillim deri mbarim. Që mushafin si cili pineve e ka një të shtëpia apo më shumë. Thot Mujahidi, e ka marr mushafin pin Fatiha den kul a'udhu bi rabbin nas, ja kam nxjerr Ibn Abbasit. Aqifu inda kulli aya, te çdo ajet e kam nalu elhamdulillah, çka i bje? Elhamdulillah rabbil alamin, çka i bje? Ar-Rahman ar-Rahim, çka i bje? Çfarë do të thon? Thoti Mujahidi, në çdo ajet e ndalja dhe e pyesja e ai përgjigjej. Ai ka përgjigj. Që i bie edhe se e kanë ditë kuptimin e Kur'anit komplet. Thot Sufjan al-Thauri, thot kur të vjene tefsiri pi Mujahidit bolle kije, fa hasbuke bi, mjafte kije. Sepse ke ka mor pi Ibn Abbasit. Ibn Abbasi ku e ka mor vëzër? Nga pejgamberi sallam, nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe nga gjuha e arabëve të cilën e ka studiuar në mënyrën më të lartë mundshme. Thot, wa kana Ibn Mas'ud yaqul, dhe Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thonte, unë nuk di dikush që
e njeh librin e Allahut ma mirë se une, e muj me shku me deve të aj, vetë se kish në shkue. Vëzim një mesuli logarit për i sahabëve të mëdhejt, sahabëve për nga mërit a.s. Qëfar ka thonë? Me dit që dikush e di ma mirë se une Kuranin, një ajet, vallahi hipi devës e shkoj. S'kam pas të ato vëzër, unë e shkoj sa jam ma i vogël, ma i ma. Këto i ka pas vdek të sahabët. Këto komplet i ka vdeka, i ka shim kej. Ma i madh, ma i vogël. A i ka interesu të marrë vesh librin Allahut. Se ka interesuaj se ki, jo, se jam marrë këti, unë se kjo jam pi këti grupit, ati grupi. Ajo e vdek të konta ata. Ka thonë kush do, kjo është mutlak, kush do që librin Allahut e një ma mirë se une, kjo qka i be, sa i dikit Kuranin. Kejt komplet, me mana komplet. Nëse dikush e di, në të pa kalzoje, se dikush e di ma mirë se une e marrë devën, edhe shkoj edhe lipi ma napi atina. Wa kullu wahidi min ashabi ibn Mas'ud wa ibn Abbas naqala anhu min at-tafsiri ma la yuhsihi illa Allah. Tha Sheikhul Islam Taymiyah, sicili prej nxansave të Ibn Mas'udit edhe Ibn Abbasit na kanë sjell neve për tefsirit që në realitet s'mundet me mbledh askush përveç Allahut subhanahu wa taala nga transmetimet e shumta. Wa nuqulu bi dhalika an sahabet tabi'in thabitatun ma'rufatun inda ahli al-ilmi biha. Thot, dhe transmetimet e sahabeve dhe tabi'inve në këtë çështje, në tefsirin e librit Allahut subhanahu wa taala, janë të njohura te njerëzit e dijes në Kur'an. Dhe këtë kjo vëzër, çfarë argumenton? Se me të 6 pika që i ka sjellë Sheikhul Islam Taymiyah, është se Kur'ani është i mundshëm për të kuptuar, është i thirrur muslimani për ta kuptuar, është i nënçmuar nëse nuk e kupton, ha? Sahabët e kanë kuptuar dhe na e kanë transmetuar neve kuptimin e fjalës Allahu subhanahu wa taala. Mu për këtë arsye vëllezër, nuk është breng e jona të kalojmë ajetet shumëta, po qëllimi o vëllezër ta mësosh një ajet e ta jetosh ata. Nëse e kuptu se një vepër është e mirë, bane. Nëse e kuptu se një sure po ta ngrit imanin, lexoje më shpesh. Apo, andaj nuk duhet feja të kuptohet vëzër shtim informacionesh, por duhet shtohet raporti jon me Zotin Xhelel Xhelalu. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta ban Kur'anën pranver të zemrave tona. Allahu të na ushqen me Kur'an. Na mundson Allahu që të ndriçohemi me këtë Kur'an. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon Xhelel Xhelalu na shton udhëzimin ka Zoti Xhelel Xhelalu. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala muslimanët kudishin Allahu të ndihmon. Fuqarat, skamnorët, nevojtar, bonjakt, jetimët të veja, të gjithë Allahu të jam nga ndihma e vet. E sidomos vëllezërit tonë në Gaza, të cilët kanë vështirësi e të cilët kanë mundësi me ra në kurthe, Allahu të ndihmon. Allahu t'i përkra, Allahu gjatë t'i zbret rahmetin e tina të këta. Elusim Allahu subhanahu wa taala që kretat atë të cilët bëjnë kurthe edhe bëjnë agenda dhe komplote kundër muslimanëve të dobët, Allahu me çato agenda t'i shpartallon ya rabbal alamin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu t'i fal gjunahet tona, t'i fal gabimet tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu t'i bashkon muslimanët rreth librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.